Video 3 e radhës, shikoj që të treja sepse që të treja kanë shumë lidhje. Dhe atje ku ne qeshnim, luanim dhe gëzonim, duke ngrënë atë lakrorin që e piqnim dhe e bëheshe me shumë sakrifica vërtet. Duhet të mblidhnje dhe kartje, të bënja të sacin, dhe isha një nga ajo që vinte dhe për kartje në pyll, të merte. Qeshnim dhe mamaja jonë nuk e duronte tot atë gëzimin tonë, lumturin, dhe nuk e bënte kastile, por vjen nga brënda ajo. A jeni ndjerë dhe ju do njerë të shikoni do një të qeshur, të lumtur, dhe nga brënda të keni një urrejtje, ose keni marrë vesh pse, një zili. Nuk është e keqe, pranoja të zilin, pranoja të ndjenjë, po shikoj nga brënda çfarë fshihet poshtë asaj, pse. Dhe mamaja ime, nga që se duronte dhe kishte kokën, mendonte 100 gjëra, kishte gjithmonë një mashë në dorë, dhe merte mashën dhe na godiste aq shumë se mos kam brën shumë dru nga mamaja, se isha ajo lozonjarja, ajo që bënja atë kloni, këtu e kam dhe atë kloni, e bënja si baba im, që të bënja të lumtur ata njerëzit e shqipis, që të harronin programe, të harronin lindjen. Dhe më rinte, më binte me mashë, derisa një ditë jam bajta të mashën dhe i thash, po të ta kthej unë ty, si do jetë. Por në të njëjtën kohë, jam ndjerë me faj, që e ka bërë këtë veprim si fëmijë, por nuk duronja dot më kaq dhimbje. Tani i kuptoj të gjitha, pse i bënte, po atëherë isha fëmijë, dhe kërkonja dashuri. Dhe çfarë programe o shpirtra të bukur u krijua atëherë tek kjo fëmia këtu, që unë të ndaloj gëzimin, harmonin, të mos qesh, të mos luaj, sepse do ndërshkohem. Dhe deri tani nuk e kuptonja që sa erë që unë e donja gëzimi, lumturinë, të luajnja, të kërcenja, e bënja për të tjerët, por ajo nuk ishte tek mua. Dhe unë e jepnja tek të tjerët, por e vërteta ishte që ja kam bërë vetes. Dhe gjithmonë loja me fëmijët, sepse fëmijë isha unë kur u krijuan këto. Unë ndërshkova dhe veten që i flisne pasaj me masë ose e urrejnja nga brënda, që në vend të më përkëdhelte, të më thoshte që si ndihesh dhe jam këtu për ty të më jep të siguri, ajo na godiste dhe më ndërshkonte. Dhe këtë ndërshkrim o njerëz të dashur është trashëguar, se dhe mamaja ime ka ndërshkuar vete. Dhe kështu ka ardhur nga brezi në brez, se mos në vajzën, po dhe burrat. Dhe zgjidhja është lirimi shpirtra të bukur. Ky është hapi parë kuptimi, dhe tani zgjidhja lirimi që të vi realizimi. Dhe zvendësimi o shpirtra të bukur. Ndërshkimin me lejimin që të hyjë gëzimi në jetën tonë, në jetën tënde, sepse ke ndërshkuar veten në mënyra të ndryshme, vetëm që vetëm të shikoj një pak dashuri, lumturi tek familja jote, tek nëna dhe baba jot, dhe le veten mbrapa, por nuk e le vetëm ti, është e trashëguar. Por ti, je ashtu si unë, që erdhe të shkëputësh këto zinxhir nga paraardhësit. Erdhe, ti lirosh ata dhe veten tënde. Dhe jam këtu, me metodat e ndryshme, por sistemi përfaqësisht transformues 333, që do jemi në Tiranë në datën 13 e 14. Në Kosovë në datën 29, është mënyra me lehtë që ta bësh, por mund të punosh dhe në privat.
dëgjoj këto video dhe hapi parë është që ti ta arrish të kuptosh që vërtet edhe ti e ke këtë program. Dhe mund ta provosh me mënyra të ndryshme. Jam Merita Cake, terapiste energjetike, shkrimtare, mësuese, trajnere për metoda të ndryshme dhe për të kuptosh kush je në të vërtetë, të kujtohesh kush je, pse i ke kaluar gjithë këto bllokime. Sepse ti je në mision. Dhe të lutem, shpërndaj këtë video dhe këtu në TikTok, në YouTube dhe me njerëz të tjerë, dhe le të bashkohemi të gjithë së bashku, shqiptarë në të gjithë botën, të gjithë bashkëpunëtarë, të punojmë së bashku për të sjellë në vend të idhërimit, ta zvendësojmë me gëzim dhe ndërshkimin me lejim. Dhe mundem të të ndihmoj këtu. Por vetëm kur ti je gati. Dhe mos harro që asnjë person tjetër nuk mundet të shpëtoj, të bëhet shpëtimtari jot, nëse ti s'je gati. Prandaj kjo përgjigje është dhe për të gjithë juve që më thoni si mund të më ndihmoni, bëm këtë, bëm atë. Unë mundem të të ndihmoj, të të tregoj rrugën, kurse ti do bësh punën. Nuk mundet asnjë person të të ndihmoj, të ndryshoj nëse nuk është gati. Shpërndaj këtë video dhe më shkruaj, a je dhe ti një person që ke bllokuar, ke ndërshkuar veten. Më verë zemër këtu në TikTok që të kuptoj që e dëgjove video deri në fund. Ju dua shumë, ju pres në Tiranë tek Pallati i Kongreseve, tek botimet Living, të njihemi nga afër në datën 13 në orën 11:13 për të firmosur dhe librin, për të marrë librin Simboli mrekullive për lirimin e frikrave, sepse frikrat o shpirtra të bukur i keni atje, sepse nga poshtë ka trama dhe janë të trashëguara. Por për çdo gjë ka zgjidhje, vetëm kur je gati. Gjithashtu, data 13 dhe 14 në orën 5 mbasdite, 17 me 22 do jemi në grup. Mund të vjesh të sjellësh çdo temë dhe bllokim të jetës tënde. Dhe s'është nevoja ta thuash dhe në grup, mund të vish pranë meje atje dhe ta thuash tek mua dhe nuk e merr vesh asnjëri çfarë temë do punosh ti. Por në të njëjtën kohë dua të them që kemi të gjitha problemet të njëjta, ashtu si dhe këtë që po e shpërndaj me ju. Dhe është koha të hapim shpirtin, të hapim zemrën dhe të ndjejmë, të lejojmë emocionet tona, të lejojmë dhe të qajmë. Akoma dhe unë dhe sot duke ngarë makinën, duke qenë udhtim dhe që po i ndaj këto me ju, qanja nga ato që kuptova kaq fellë, që vërtet e pas kam të shkuar vetën dhe nuk e lejonja të dukesha, të shikojnë, por çdo gjë në kohën e saj. Ju dua shumë dhe ju pres me dashuri. Në datën 14 do jem tek Klani, tek emisioni mëngjesit. Të shikojmë, do jem dhe tek Vision Plus. Do flasim së bashku për gjithçka. Gjëra të reja ka përgatitur, Akademia e Dritës, me 45 programe 21 ditore, për të gjithë ju që jeni gati të punoni. E di që keni dhimbje, e di sa shumë them, por dua të të them që mundesh të lirosh dhimbjen dhe ta zvendësosh me gëzim, me lumturi, me dritë, sepse je dritë, je gjithçka. Vetëm ti mund të shpëtosh veten. Të dua shumë.